Shoqata kulturore Vizioni M në bashkëpunim me repartin e transfuzisë të Spitalit Klinik të Tetovës ka organizuar një aksion për dhurimin e gjakut ku kanë marrë pjesë studentët e Fakultetit të Mjekësisë pranë USHT-s dhe anëtarë të kësaj shoqate. Hazir Haziri nga shoqata Vizioni M tha se ky është një aksion humanitar për dhurimin e gjakut. Një grupi i studentëve të mjekësisë pranë shoqatës kulturore Vizioni M në kuadër të planit vjetor në bashkëpunim me Qendrën Transfuziologjike Rajonale Tetov, organizuam një aksion vullnetar dhurimi i gjakut. Është një aksion mjaft i suksesshëm, i përgjigjen një numër i madh i dhëruesve. Ndërsa mjeku Samet Ademi tha se kjo është hera e parë që kemi një bashkëpunim me këtë shoqatë dhe jemi shumë të kënaqur me organizimin e këtij aksioni. Po ne me këtë shoqërinë Vizioni M është hera e parë që kontaktojmë dhe jemi shumë të kënaqur si nga organizimi, si nga mikpritja, ashtu që numri edhe i vetë të dhuruesve na tregon se kemi të bëjmë me një sukses mjaft të mirë. Shpresojmë se në të ardhmen normalisht kjo do të vazhdojë bashkëpunimi jon, ashtu që edhe numri i dhuruesve do të jetë gjithnjë më shumë. Aksioni i këtij organizohet me qëllim që të shmanget dhurimi familjar i gjakut tek popullata dhe të promovohet dhurimi individual si mundësi më e mirë për të plotësuar nevojat e qytetarëve që kanë nevojë për gjak.